nga rastet të cilat miresh me ta. Tash se sa vite gjatë muajit të Ramazanit, kur kanë kaluar rastet. A ke dallu ndryshimin e qasjes tyne, e pranimit të gjithë situatës që rrethon dhe po përballet gjatë muajit të Ramazanit? Po, Sar, për shembull, është e vërtet ai nervozizmi që na e quajtëm, që është më shumë një irritim aty për atë i momentit, reagim ndaj një situate në trafik, domethënë një irritim i momentit, por për te atij irritimit, ajo që ka shoh te personat që agjerojnë është një paqë që ndjejnë brenda vetës, një qetësi, dhe gjatë seancave kur diskutohen problemet të cilat i kemi diskutuar ndoshta edhe para Ramazanit, vrehet një qasje tjetër ndaj problemit. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me një konflikt ndërpersonal, personi vetëm e sheh që ka